Tani, tetor nëntor më ngacmojnë mua këta komunistët. I më ngacmojnë. Nese, do kemi... Tani më dërgon njeri një goxha mesazh, një mal mesazh të madh. Dhe më tregon për Enver Hoxhën mua ky tash. Dhe unë do ta lexoj këtë, po në emër të Enver Hoxhës do them muti. Ku e ka Enver do t'i them muti. Ku e ka Enver Hoxha do t'i them muti. Në rregull. Edhe njëherë, më ka ardhur një mesazh nga komunistët për Enver Hoxhën. Dhe unë do ta lexoj, po në vend të emrit të Enver Hoxha do ve muti. Ose po e ka Enver do t'i them muti. Se pas ka ditëlindje nesër. 16 tetor 1908 thot. 170 vjet më parë lindi udhëheqësi më i madh i kombit shqiptar, Vigani Muti. Përkujton me respekt dhe nderim të madh deri në përvojësi 117 vjetorin e lindjes së kryeshqiptarit, burrit më të madh të shtetit, të popullit të kombit shqiptar që bëri epokë Muti. Me krenari të ligjshme e quajmë epoka lavdimadhe e mutit. Por udhëheqësi i madh i shquar, që është vlerësuar dhe nga personalitetet të mëdha botërore, udhëheqësi më i madh i kombit shqiptar, ka qenë dhe mbetet arkitekti i ndërtimit të Shqipërisë së re socialiste, Muti, që bëri epokë që në historigrafinë shqiptare quhet epoka e mutit. Nuk ka ngjarje dhe zhvillime të mëdha historike si gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare dhe gjatë ndërtimit të Shqipërisë së re socialiste pa pjesëmarrjen dhe kontributin e paçmuar të mutit. Nuk ka ngjarje dhe betejë historike të partisë dhe të popullit shqiptar të kryer gjatë viteve të nacional shqiptares në 50 vitet e epokës së revolucionit e të socializmit, që mos jenë të lidhura me emrin e mutit në krye të vendit, të partisë e të popullit. Muti ka qenë jo vetëm pjesëmarrës i drejtpërdrejt në të gjitha kthesat e betejave të rëndësishme të historisë së re të Shqipërisë, por edhe personaliteti më i shquar që ka drejtuar dhe ka çuar vendin e popullit shqiptar nga fitoria në fitore. Te figura e mutit, populli dhe komunistët shohin të mishëruar virtytet më të larta të kombit ton të lashtë, mençurinë e urtësinë popullore, karakterin luftarak fisnik të tij, traditat historike të shquara, shpirtin kryengritës e bujar, ka litur në luftat e gjata shekullore për liri, pavarësi, për dritë, dije në tokë e bukë. Për tokë e bukë. Në historinë e vendit të shqiptarëve, askush nuk mund të matet dhe të krahasohet me mutin. Për çfarë muti ka bërë e ka dhënë për popullin e për kombin e tij. Muti është themeluesi, organizatori e udhëheqësi i Partisë Komuniste Shqiptare, Partisë të Punës së Shqipërisë, është udhëheqësi, organizatori strategu legjendar i luftës nacionale shqiptare dhe i revolucionit popullor.